Një delegacion i zgjeruar me pjesëmarrjen e 8 ekipeve të futbollit të moshave është nisur drejt Italisë për të marrë pjesë në turneun ndërkombëtar të Roveretos, ku sipas rrallës kjo është pjesëmarrja 15 që ekipet shkodrane konkurrojnë në këtë turne. Konkretisht nga Shkodra janë 8 ekipe moshash, ku ndërto 5 janë të Atletik Klub Shkodra dhe 3 të Djelmnisë Shkodrane. Është viti 15, siç e kena diskutuar më përpara, siç e kena deklaruar në media që ne marrim pjesë në këtë turne. Është një turne jashtëzakonisht i bukur, i cili shërben fëmijëve për të marrë pjesë, për të pa vedin, për të ndesh me kundërshtar të niveleve të ndryshme, niveleve të mira, sidomos edhe të shteteve të ndryshme, të cilat janë pak më të përparuar se ne në arenën e futbollit. Them drejtën, çdo vit që kena shku, kena marrë rezultate pozitive. Shpresojmë që edhe këtë vit të marrim rezultate pozitive. Pavarësisht se kena pas pak vështirësi tek skuadra U11, pasi skuadra U11 e kampionatit tonë A nuk pati mundësi shkak sepse trajneri Erion Mandi pati impenjimet e tija familjare, por besojmë që me U9 edhe U15 dhe U13 të marrim rezultate të mashme. Matej Legata shpreh keqardhjen për ndarjen nga jetat të parakohshme të talentit 13 vjeçar futbollistit të ekipit Djelmnia Shkodrane Fabian Shpati si pasojë një aksidenti automobilistik. Një futbollist ky që ishte në listën e delegacionit sportiv shkodran për udhëtimin drejt Italisë në këtë turne. I shprehim ngushëllime familjes Shpati, jemi me familjen në çdo moment, pasi ishim edhe sot prezent tek familjarët, ku i morëm edhe leje shkak i aktivitetit, sepse ngjarja ishte shumë e afërt, nolli brenda ditet. Jena afër me familjarët. Besojmë që çdo herë në aktivitet ai do jetë pjesë e jona, edhe sot kam e kanë pjesë me djemt gjatë udhëtimit. Kështu që jena shumë afër familjes Shpati, nuk kam çfarë të them diçka tjetër ose shtoj diçka tjetër te kjo situatë, sepse është një situatë e cila është tepër e vështirë për të diskutuar, për të folë, vetëm t'i japim ngushëllime dhe forcë familjarëve që ta kalojnë këtë situatë tepër të lëndshme.